BIRN Kosova në bashkëpunim me Advocacy Training and Research Center dhe Yahyaga Foundation ka publikuar sot, 3 korrik 2026, raportin Sfidat sistematike të trajtimit të krimeve nga siguria dhe shëndeti në punë. Gjatë 3 viteve të fundit, rreth 40 persona kanë humbur jetën në vendet e punës, andaj ky raport evidenton sfidat kryesore të sigurisë dhe shëndetit në punë. Krejt qëllimi i kësaj iniciative të 3 organizatave ka qenë me e koncentru vëmendjen të drejtat e punëtorëve. Kosova vazhdon me pas sfidë të madhe zbatimin e ligjit punës edhe ligjit për siguri e shëndet në punë. Gratë vazhdojnë mu diskriminua dhe mos me pas punë të mjaftueshme në Kosovë. Gratë kanë problem në sigurim punë, po edhe ma problem kanë burrat. 40 vdekje kanë ndodhur në punë prej që kemi fillu me e monitoru projektin, që do të thotë 3 vitet e fundit. Rreth 40 njerëz kanë vdekur në punë. Jemi duke punuar në hartimin e projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, si dhe modernizimin e projektligjit të punës, gjithashtu jemi duke avancuar me ligjin e ri për Inspektoratin Qendror të Punës, me synim për të krijuar një sistem më efikas, më funksional dhe më të përkushtuar për nevojat reale të tregut të punës dhe standardeve evropiane. Kreshnik Gashi nga Kallzo.com dhe Laurent Berisha nga BIRN Kosova shpalosën gjetjet kryesore të këtij raporti dhe mënyrën se si këto raste po trajtohen nga ana e institucioneve shtetërore. Gjatë hartimit të këtij raporti ne kemi analizuar 37 landë gjyqësore të cilat janë të përfunduara, pra janë marrë landë, janë kopju dhe kolegët janë ulë dhe i kanë analizuar prej punës fillestare që është kry, qoftë prej inspektoriatit, qoftë prej policisë, qoftë prej prokurorit, e deri te vendimi final, nëse ai ka qenë në gjykatën themelore apo në gjykatën e apelit. Janë 9 vendimet e gjykatës së apelit të analizuara dhe janë 25 dosje administrative të inspektoriatit punës të cilat po ashtu i kemi analizuar si pjesë e këtij procesi. Gjykimet të cilat na i kena analizuar për veprën penale nga neni 358 ka të bëjë pra me azësimin, dëmtimin ose heqjen e pajisjeve mbrojtëse. Pra një punëdhënës është i obliguar që kur t'ja nis me punu, me i vendos të gjitha ato masa, por në të shumtën e raste, punëdhënësit pra nuk i vendosin këto masa duke ia rrezikuar jetën punëtorëve e me raste të caktuara duke pas edhe fatalitet. Çka është elementi kryesor i kësaj gjetje të cilën ne kemi identifikuar dhe kemi dashur me i shku më thellë, edhe normës, edhe veprës penale, po dhe mënyrës se si po trajtohet kjo vepër penale. Ajo që na kemi gjetë prej të dhanave të inspektoriatit punës, po dhe prej bisedave me prokurorinë e shtetit, është që brenda sistemit ka një qëndrim që në rast se biznesi nuk i instalon pajisjet dhe e lën biznesin me qenë i rrezikshëm për punëtorët, ai nuk do të ndëshkohet penalisht deri në momentin kur e kemi një viktimë. Të gjitha bizneset, të cilat po konstatohet që nuk i kanë instalu pajisjet mbrojtëse, që e kanë rrezikuar vendin e punës, që e kanë lënë punishten e vet të rrezikuar, po amnestohen, nuk po ndërshkohen penalisht, dhe ata po përfundojnë vetëm me gjobat administrative të inspektoriatit të punës. Pse kemi dashur me shku më thellë këto, kemi thirrë ekspertë të drejtës penale, të cilët janë të cituar në raport, dhe ata na kanë interpretuar që kjo vepër penale nuk ka nevojë me pas vetëm viktimë. Mirë po bizneset munden mu hetu në rast se ata nuk i kanë instalu pajisjet mbrojtëse, qëllimshëm. Në pjesën më të madhe të rasteve të cilat i kemi analizuar, punëdhënësi ka shkuar në prokurori, e ka pranuar fajësinë dhe kemi shkuar me marrëveshjen për pranimin e fajësisë, që është një procedurë shumë e lehtë edhe për punëdhënësin, edhe për prokurorin. Mirë po në këto raste, e dhana apo rezultati final, neve po na del jo i drejtë në raport me viktimën. Pse po na del jo i drejtë në raport me viktimën? Për shkak se punëdhënësi kryesisht është duke u ndëshkuar me gjobë, dhe si rezultati i ndëshkimit me gjobë, ai nuk ka asnjë pasojë juridike prej atij dënimi, që nën kupton, ai nuk i humb të nderët, ai nuk e humb të drejtat e cilat i ka pas për shkak të shkeljes së ligjit të punës. Po çka është edhe shumë më e rëndësishme dhe e cila lidhet me reformën ligjore, është që punëdhënësi, punëmarrësi në këtë rast, apo viktima, nuk ka të drejtë ankesës në raport me këtë dënim.